Para se qyteti të zgjohet, dikush tjetër është tashmë në punë, por puna e tij shihet në çdo rrugë të pastër që ecim çdo ditë. Unë quhem Nazlia Kollari, punoj qytet vite. Kom qenë në Korrigjian, për Korrigjionit jam transferu në Kotheronda. Quhem në gjes me vullnet, po të tregoj drejta. Edhe kam respekt për gjithëve, sidomos për qytetarëve, për komunës, për kolegëve të punës. Jam e punoj këtë punë me vullnet, me dëshirë. Po të kallëzoj drejt nuk di një qytetar që ka lënë, që së më përshëndet, që më thëtë jena të lumtur me ty çfarë punë e ban, jena krenare, po edhe na firma jona jena trama të punëtuar, janë këtë kënaqur me mua. Kur ta pastroj qytetin mirë, kur ti kam lulet mirë, kur ta kam qytetin mirë, banorët janë të mirë, edhe tani ty kur të përshëndetjen ti je krenare. Me vullnet mundu është ala ma mirë me bënë të punë. Qytetarëve një mesazh kish na dhënë se tash për shembull gishtat me një durja nuk janë të njëjtë. Më kon pak më të kujdesshëm. Në çdo mëngjes, ata fillojnë me rrugët më të frekuentuara. Ndonjëherë është ftoft, ndonjëherë me shi, por puna e tyre nuk ndalet. Një mëngjes më së pari, mi lazim bityqe, pe një shorit. Unë jam, këta janë, ky kolega tjerë janë ma mëti, unë jam Afrik, po më thoi kam, nuk e di sa, 2-3 muaj, po kjo punë e bojna me kolegë, na shkon. Mirë e kena, ditën na nisëm në 7 mëngjes, dhe në 3 mas ditë. Dimni nuk ka orari gatë. Verës është ujitja, kositja është pak ma të lashme, janë se tash ujitja për shembull ti nuk po mundesh me dal ditën me ujit, po ka kerre. Kositja për shembull tash në qytet është pak problem. Makinat po janë afër, tani ti nuk po mundesh me zhvillu punën që ç'dohet. Çato janë, kështu për që herët më qunë nuk e kem problem, na mësu. Edhe orari nuk është como disa i gjatë. Të punës janë të kënaqshme, veç reagimet të mira. Allah ju koft. Ka një herë bojnë hajgore, herët po qoj, se ja, kështu. Sa të arrujmë na, kënë arrujmë neve, ambienti, janë fjalla. Respekto ata që mbajnë qytetin të pastër. Pastrimi fillon nga secili prej nesh.